një kazan i veçantë elektoral? Absolutisht po, ndonë se janë pjesë përbërëse e kumbit tonë, elektorati i diasporës është pak më ndryshe se elektorati i Kosovës. Elektorati i Kosovës është pak më demokratik, le të themi kështu, votojnë në mënyrë pak më laramane. Ndërsa deri me 28 dhjetor, elektorati i diasporës ka qenë një trajt shumë për vetëvendosjes për Albin Kurtit. Edhe absolutisht është kthy në një bazen elektoral për zotrin Kurti, edhe është shumë normale me u koncentru në pikëparën e regjistrimin e diasporës, e pastaj edhe në votimin e konsulata dhe me post. Edhe mendoj që ka disa arsye pse zotri Kurti është kaq popullor në diasporë. Para punës secili njeri larg vetlindjes bëhet një nacionalist, një konservator. Edhe si tillë domon Albin Kurti shit pak a shumë si një politikan nacionalist, për shkak të burgosjes së tij në luftë, pas mbi të gjitha për shkak të asaj pikpamjes kozmike për verjen e Kosovës. Diaspora përjeton verjen e Kosovës edhe ato që ka ndodhur gjatë 4-5 viteve të fundit si një lloj çlirimi të verjut nga zotri Kurti. Edhe ata kanë një pikpamje kozmike, nuk mundin edhe mos me ditë realisht situatën, ndonë se situata shumë më mirë se siç ka qenë vite më herët. Megjithatë, mendoj që kjo pikpamja e imazhit nacionalist Albin Kurtit e bën atë popullor, edhe një gjë tjetër që e shoh që rezonon te diaspora është byroja për konfiskimin e pasurisë. Domthon që ky premtim i zotit Kurti ka shi njerëzve që jetojnë në Kosovë, e shoh që rezonon, asocion me pritjet e diasporës për qeverisën e zotrit Kurti. Nuk po them që do ta bëj byron e konfiskimit pasurisë zotrit Kurti, është premtim elektoral që 5-6 herë. Me ka bo ligjin. Po, edhe nuk është themelu, do të themelohet me siguri, si do që tjetë mon edhe për dallim prej e shoh tash e shohim edhe zonin Osmani që ka rikthy diasporës, LDK-ja e ka në radhë të veta Hysén Saliçekajn, që herën